ngrohtorja e qytetit. Duhet mu zgjedh problemi ngrohjes qendrore. E dyta, e kam funksionalizimin e trafikut urban. Buxheti i komunës Podujevës është gati 35 milion për investime kapitale. Kallëzom, cilat kanë me qenë projekte prioritare në 4 vitet e ardhshme që premton me i kry me qëto 35 milion. Shqo, jeta na tashmë kemi bon një program të punës, dhe ju dini që edhe në këtë mandat që e lam pas, ose po e lam pas sepse ala jam në to, kam arrit me realizu diku 94% premtimeve cilat i kam bo në mandatin e kalum. Tash sigurisht premtimet i rrit pak, sepse edhe neve na u ka rrit apetiti për punë ma tepër. Kallëzom? Prandaj, une i kam të definuara tash më qartë, ngrohtorja e qytetit. Duhet mu zgjedh problemi ngrohjes qendrore. Një ngrohje... A keme ndërtu? Po, keme ndërtu. Keme përfundu? A keme nisë? 4 vjeçarin mendoj që duhet mu kry kjo çështje edhe që ashtu planifikoj, që të shkon gjithçka në rregull, duhet mu stabilizu çështja e ngrohtorës, edhe ngrohja e qytetit Podujevës mu zgjedh si problem. E dyta, e kam funksionalizimin e trafikut urban. Është një projekt që tashmë kemi kry stacionet autobuse, tashmë domosdoshmërisht lind nevoja e funksionalizimit trafikut urban. Do të vazhdoj me zonën industriale, në cilën fatkeqësisht pat angecje. Jo për fajin tim, por për fajin e procedura të cilat i ka udhëheq Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, dhe tash A menon që kryen çato procedura çet mandat? Po shiqo, tash unë besoj që ajo është me ankesa, po më duket. Mos e kanë çuar gjykat Londën që më tha ministresha, dhe unë besoj që gjykata të jap një verdikt shpejt dhe t'i hapet rrugë këtij procesi. Qoftë ta merr një kompani e cila pretendon tash që i ka plotësu kushtet për marrë, ose qoftë të rishpallet ai projekt, dhe unë po pres që ky projekt hetë sepse është shumë jetik për neve, dhe me u thonë drejtën kam prit që një 7 muaj kam menduar që unë do ta nisi këtë projekt edhe shumë punë të vrashta kam prit që kanë më kryer. Përmend ngrohtorën, trafikun urban, zonën industriale, tjera projekte. Jemi të punu në fizibilitet të impjantit Tura Vzeza. Unë jam të punu me buxhet tonin, si komunë, në kolektorin e madh. A kryet kolektorin këtë mandat? Kolektori madh kryet gjithsesi, po përse edhe impjantin me përmbyll mbrana këtij mandati. Impjantin nuk mund ta bëjmë na është përmes Bezhit. Sa kushton? Është 35 milion euro projekt, edhe po shpresoj tashmë ja kemi caktuar. Po, ja kemi caktuar lokacionin me kredi duhet me marr, dhe unë besoj që qeveria. Kolektora bëhet vetëm për qytetin e Podujevës apo për fshatra? Ja, bëhet komplet me fshatra me kredi. Tashmë i kam shtri dikun ja 15 kilometra të gypit finimesh, kolektorit madh, që ka arrit dikun prej fshatit Bradash deri në fshatin Luzhan, dhe po vazhdoj me deg tjera të kolektorit madh me kry, kam dhënie të buxhetore në mbi 3 milion euro investim që kam u bë. Aja pjesa e parë është kry me kredin ndërkombëtare pe austriakëve, dhe kostaja e 1 kilometri na ka qenë shumë e lartë, dhe të pas parasysh që po duhet shpenzuar shumë buxhet me vazhdu me të njëjtin projekt, unë e kam nale, kam ndërprerjet kredi, kam bet me qatë 5.3 milion euro, dhe kam dha buxhet temin prej komunës, për me mujtë me vazhdu pjesën të tjetër të kolektorit, dhe impjantit duhet më bëm me kredi ndërkombëtare që duhet me na ndihmu qeveria.